momentin që sa herë ka një problem PD, ose sa herë ndodh diçka, direkt vjen paletat që nuk e ka fajin Berisha, se Berisha na prish punë. Do të vi dita 1 Indrit, vdiq antagonisti historik i Sali Berishës. Fatos Nano e la 53 vjeç politikën. Saliu u rikthyet 80 vjeç. Nuk brezat të tillë janë si në jetën biologjike, ashtu dhe në jetën politike. Nuk është e mundur ta kthesh në fetish një figurë politike në mënyrë të tillë sa që ti të thuash gjithë ne që jemi aty, nuk bëjmë dot pa këtë, megjithse e dini fort mirë që të gjithë, më falë se s'du të provokoj tani këtu. E dini fort mirë që të gjithë që ky është personi që nga i cili, në mos qoftë personi i problemit, është personi nga i cili fillon zgjidhja. Sepse ai ka një kuotë votash të vetën që nuk ja hiq dot askush dhe ja njohim të gjithë. Problemi është se për të fituar ato të shkreta zgjedhje duhen 700.000 plus vota. Ai shkon 400.000 plus vota, deri 500. Domethënë, e kemi parë se sa lviz. 2023 humbi Tropojën. Tani 63 deputetët e Lul Bashës 2021 i bëri 50. 59 Luli. Si? 59 Bashë. Po e marrë me gjithë Monikën se ishin bashkë të gjithë me 4 mandate LSI. Se dhe tani 50-ën e keni prap me LSI-në brenda. Prap me ata burrat brenda. Apo pra, nga 63 nga 63 opozita shkoi 50. Opozita 50. Tani si do shkojnë këto parametrat e këtij smuri Bosforit po vinë kështu avash. Vete tha. Do lejohet kjo rënie? Vete the Endri.